pavarësisht se kishte shkuar atje për të folur për divorcin, ajo tregoi që ka edhe një libër për të promovuar. I dashur, ti je trap. Ky është titulli i librit që ka shkruar dhe publikuar Neda Balluku. Dhe pikërisht për Neda Balluku për emrin, pati edhe një konfrontim me Rozana Radin aty, sepse Roza i tha do vazhdosh përdorësh emrin e Ogrenit apo do rikthesh mbi emrin e Ogrenit apo do rikthesh te mbi emri yt. Dhe aty pati një moment ku Neda mu duk më e përfshirë se sa në momenti kur foli për divorcin. Pra, mu duk sikur më shumë kishe shkuar për të nxjerrë ato nervat e bartura me Rozanën, i njohim debatën gjatë spektaklit Big Brother VIP, se sa për të folur e trishtuar për atë ngjarje që kishte ndodhur, pra divorcin, thyerjen, fundin e dashurie të madhe me bashkëshortin që ka edhe 3 fëmijë. Pra kjo dalja e Nedës ishte thjesht për të rrëfyer divorcin, a ishte momenti në një çast kur ti rrëfen divorcin dhe mund ta bësh këtë në 10 minuta duke folur, mos pranosh asnjë pyetje, të ngrihesh dhe të ikësh në respekt të televizionit që të ka ftuar pasi ti në atë televizion punon? A ja vlen të qëndrosh përballë 5 moderatorëve që të bëjnë pyetje të ndryshme, siç i bëri Rozana Radi? A ja vlen që në një moment kaq prekës që do mbetet aty në YouTube dhe do shikohet edhe kohë më vonë nga familjar, fëmijë, e më the të thash, ti të flasësh për divorcin, por pas pak minutash të flasësh edhe për një libër me titullin I dashur, ti je trap? Apo e gjithë ky narracion publik, pra gjithë kjo dalje publike, gjithë kjo zhurmë, gjithë të tituj portalesh, gjithë ky debati me Rozana Radin, i cili u bë një moment kyç në daljen e Nedës te Goca dhe Gra, sepse u fol më shumë për debatin e saj me Rozanën në titujt sot se sa për divorcin, sepse për divorcin ishte folur pak dhe orë më parë, se sa t'ishte Neda në Top Channel. E gjitha kjo, mos është thjesht një tentativë që të flitet pra për çdo gjë, le të flitet për divorcin, le të flitet për librin, le të flitet për ti e trap, le të flitet e të debatohet me Rozanën një lloj si në primet e Big Brother VIP Albanias, vetëm të mos flitej për dosjen e Belinda Ballukut, tashmë ish kunatës të Nedës, nuk e dim pra, duhet menduar mirë dhe duhet parë se cila do të jetë lëvizja e radhës.